Javën e kaluar ishim në një vizitë në Izrael, ishim në një Yad Vashem, dhe një nga tezat kryesore që ishte edhe atje që na tha dhe Guida, është një problem i madh, nëse e kaluara, thoshte, përplaset me të tashmen dhe pengon të ardhmen, atëherë ai vend, ai institucion, ai organizëm atëherë dëmtohet. Po dëmtimi është një mënyrë të pariparueshme për një periudhë të gjatë kohe. Pra nëse është shkuar, përplaset me tashmen dhe bllokon të ardhmen. Pra kjo ishte motoja që përdorte Izraeli në të kundërt. Shumë e bukur. E shkuara, përplaset me të tashmen dhe bllokon të ardhmen, e vërtetë është. Bllokon të ardhmen. Dhe ishte një Dhe ne kemi bllokuar të ardhmen pikërisht me këtë. Dhe kjo më ngeli në mendje shumë nga gjithë ato gjëra që me shumë të tjerëve që u thanë atje. Pavarësisht asaj, ti e shikon, Ervin Saliani është një deputet i cili bëri dhe burg për partinë, sepse nuk e kishte kaos personale. Dhe e ngretën në mit, pastaj e menjëherë. E ngretën në mit dhe tani i thotë që ka personale, shumë. Kupton sa seriozitet mund të ketë kjo parti. Brenda një kohë shumë të shkurtër edhe ai do dalë i shitur. Pa ka dalë already. Sepse gjithsesi u tha që shikon, ju nuk e dini se për kë punon ai, do të duket më vonë tha. Ky që e majtën e ro kur hynin burg. Domethënë i bie që ai ka thënë ka bashkëpunuar me Ramën, ka bashkëpunuar me oligarkët që të bënte burg, që burgu është një gjë shumë e rëndë. Shumë e rëndë, pa shëtitje në plazh që mendojnë shumë. Dhe pastaj i kishte thënë shiko unë do të dal dhe më pas do synoj të marr PD-n. Pra që këtu tregohet që është mentalitet ende i vjetër dhe bën sens sepse zoti Berisha po të bëjë një hapje të madhe të kësaj force politike, i duhet që në fund fare nëse ti ndryshon të gjithë njerëzit përreth vetes, do të ndryshosh edhe veten pastaj. Po. Dhe kjo është arsyeja që ai unë nuk besoj që do ta ndryshojë. Jo me këtë strukturë që i ka edhe të bëj hapje, kush i afrohet? I afrohesh ti? Jo. Se që Shqipëria ka nevojë për një opozitë sot ka. Sepse edhe arroganca e pushtetit pikërisht nga kjo mungesë opozite vjen. Nga mungesa e opozitës, nga mungesa e qytetarisë. Demalia, ne nuk dim emrat e ministrave. Kemi ministra që janë Parlamenti është në gjendje katastrofë. Zin të flasin. Thot 2.800.000, 24.000, 15 e 12. 700.000. Po. 24.700.000. 24.700.000. E kupton, domethënë është një skandal i madh dhe këtu ka përgjegjësi dhe majoranca, sepse pavarësisht se kemi një parti demokratike e cila është e dobët dhe që nuk hapet dhe të rinjt i mori hodhi mish për top. Pra mori të rinjt që ishin cisor, siç ishin në Shkodër, një djalë Tedi Kopliku e mori futin lista hapur. Mori të rinjt të tjerë në Tiranë, i mori futin lista hapur. Pra nuk pyeti fare, ata që ishin me eksperiencë politike, që kishin përfituar nga PD-ja, i mori futin gjithë listë mbyllur.